Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, e hënë 3 nëntor 2025. Gazeta Panorama, Lamtomir Fatosnano, Ruçi i pari lider dhe reformues i Partisë Socialiste, u hapi rrugën 2 djemve të rinj për të bërë kryeministra. Ish ambasadori Zeneli, Nano, bekim për Partinë Socialiste e për Shqipërinë. Gjoana, faleminderit Fatos që më dhe mundësinë të dua. Kush fiton gjyqin me shtetin do ripunsohet rregullat e reja në ligjin për nëpunësin civil, zbatimi i vendimeve gjyqësore për largimet e padrejta nga puna. Të përndjekurit, lista e re e trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e pestë. Kuksi u ndërtua 3 herë nga e para, historia e qytetit unik në botë. Shkrimtari, njoja ime me Nonda Bulkën dhe dhurata që më dha kur isha student. Rozalba Merdani, takimi pas viteve 90, dëshmitari rrem si e takoi Sherif Merdani, ish sigurim sipas burgut, rrëfimi i bashkëshortes. Opinion nga Genspolo, Sizifi i dorëheqjes. Një tjetër opinion në gazetën Panorama nga profesor i asociuar. Një tjetër opinion në gazetën Panorama mbi shpatullat e gjigantëve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama, do të vijoj mëtej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i gazetës Telegraf: Shqipëria në shitje, Porto Palermo do të jepet privatit, baza ushtarake do të bëhet resort. Lamtomira për Nanon: Shqipëria jep lamtomirën me nderime dhe ceremoni shtetërore ish kryeministrit e kryetarit themelues të Partisë Socialiste Fatos Nano. Alarmi ushqimor, mandarina me kimikate mbushin tryezat e shqiptarëve. AKU kërkon kthimin e frutave të blera pasi BE i kthen në dogan. Opozita shqiptare: Qeverisja ka braktisur qytetarët me biletat e urbanëve, arsimi në gjendje alarmante me prioritete vetëm në letra. Pensionisti magazinieri i Salillarit bëhet pronar i koncesionit 60 milion euro në portin e Vlorës. Opinione dhe komente nga profesor Ismet Elezi, trashëgimia juridike e shtetit shqiptar. Një tjetër shkrim nga Gëzim Llojdja, ja si PPSH u kërkonte shkrimtarëve të shkruanin kundër fesë. Të tjera shkrime në gazetën Telegraf. Politik, Rama vijojnë punën për të liruar hapësirat publike të zaptuara. Turpi i drejtësisë shqiptare, drejtësia një ritual bosh ku qyteti humb besimin dhe padrejtësia bëhet norm. Barometri i sigurisë 2025, korrupsioni dhe krimi, kërcënimet kryesore për shqiptarët. Kultur, kujtim Boriçi, doli nga shtypi, shtrirja gjeografike e bektashizmit në Shqipëri. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf, do të vazhdojmë mëtej me gazetën Panorama Sport. Xhafa, Dinamo për titull, Bardhe Blut pa identitet, Partizani stëtrem më. Ish sulmuesi e sheh në Ndecën si pretendente, analizon edhe superioren. Ringritja e kryeqytetit, Nuhiu kthejmë Tiranën e madhe. Bardhe Blut nisi rrugtimin me trajnerin e tretë brenda 10 javëve kampionat. Tekniku para byllisit, s'kam shkop magjik që ta ndryshoj për 2-3 ditë. Europiani i shtangës, Kofsha lahet në bronz. Opinion nga Besnik Dizdari, Besa 100 vjeçare në pritje të rilindjes së saj. Në Vlorë, Moreiro i heq frikën flamurtarit, Gvozdenović ky Elbasani që dua. Dinamo Teuta, pushimi shton dilemat e dajës, dobi humbja na mësoi. Partizani në krye, askush si demat në superiore. Sfida për majën, Egnatia mbetet maca e zezë për Vllaznin. Kategoria e parë, java e dueleve direkte dhe e rikthimeve. Kategoria e dytë, grupi A, Beslidhja e gjen shtruar në puk, kryeson e vetme. Itali, Milani shtrin Romën, Dybala çmend Gasperinin. Spanjë, Kylian Mbappé, lideri absolut i Realit Madridit. Angli, Arsenali vijon kryesimin me rekord të veçantë. Gjermani, Bayerni nuk fal, aspirant PSG paralajmërohet. Këto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.